Kryebashkiaku i Shkodrës, Benet Beci, është shenjestruar sërish nga kryetarja e PD-s Shkodër, Eliona Shkreli. Në një dalje për mediat, në emër të PD-s Shkodër, ajo ka bërë thirrje publike drejtuesit të ri të Spakut, Klodian Braho, të nis hetim për mashtrim dhe fshehje pasurie. Me paga zyrtari pretendon pasuri që as oligarkët nuk i justifikojnë dot. 2 apartamente luksoze me vlerë 370.000 euro, të blera me të ardhura personale. 192 metrë katror garazhe në Tiranë, të deklaruara me vlerë 7.000 euro. Si mundet deri këtu të heshtin institucionet e shtetit nga ky vlerësim qesharak dhe tallës me shqiptarët? Pasuria e zotit Beci vijon mëtej, me apartament luksoz në gjirin e Lalzit, blerë për 47 milion lek. Po kush e beson deri këtu? Kush po gënjen këtu shtetin? Kjo është përtej çdo verbrimi. Nuk mbaron me kaq. Prona në Prush, në Voskopoj, prona të mbledhura si plaçk pushteti. Por qytetarët duhet të dinë se Benet Beci përfiton edhe banesë si i pastre nga shteti. Këto janë vetëm ato që ka deklaruar zoti Beci. Kryetarja Shkreli ka bërë me dije se Partia Demokratike Dega Shkodër, me ekspertët e saj, po bën gati një tjetër kallëzim penal ndaj shtetasit Benet Beci për fshehje pasurie, shpërdorim detyre dhe pastrim parash.